ke ardhur nuse këtu. Po. Ti vetë ku je lindur? Je lindur në Malësi të Madhe. Po, kam lindur në bazë të Malësisë Madhe, në 12 vjeç që jam zhvendosur në Tiranë dhe kam jetuar në Tiranë deri kur njofta burrin tim dhe u ktheva për të jetuar me burrin në Velipoj. Tani, ti në familjen tënde, sa fëmijë keni qenë? Unë kam vetëm një motër. Keni qenë vetëm 2 goca? Po, vetëm 2 goca. Dhe është interesante se kjo është pjesë shumë e bukur. Neve veriorët e kemi që është shumë fatkeqësi të mos kesh i çun në shtëpi. Edhe babi dhe mami im nuk ma kanë bërë kur ta ndjej këtë gjë. Dhe babi im pavarësisht pamundësive dhe pavarësisht gjendjes shëndetësore që u përkeçua më vonë, thoshte një gjë, unë nuk do i lë në pasuri, po do i jap shkollën. Dhe ka ardhur në Tiranë vetëm që ne të arsimohemi, unë dhe motra. Dhe ai sakrifikoi, u largua nga vendi i tij. Po, edhe për na dhënë shkollën dhe për na bërë ideja që nuk jeni vetëm që se keni shkollën, në mendjen e tij kështu ishte, sepse ata nuk e lejoi regjimi kur të arsimoj, po ashtu dhe mamin tim. Mami im është familje kulakësh, babi është familje të përndjekurish, me gjyshin e burgosur, me xhajin e babit vet të pushkatuar. Ishte një familje komplet e deklasuar në kohën e diktaturës, edhe nuk i lejonin të arsimoheshin dhe ishte një ëndër për ta. Babi çfarë problemi me shëndetin pati? Babi ka pas punuar mekanik të teleferiku kur ne shkum Tiranë, bërë një aksident pune dhe që atëherë nuk ka qenë mirë me shëndetin. E kuptoj. A them, por faleminderit Zotit që është edhe është aty me ne çdo ditë dhe është kënaqësia më e madhe. E ke flet shpesh me? Po, patjetër, me babi flas çdo ditë. Tani madje më merr shumë shpesh për të folur me çunin tim, sepse ka një kënaqësi të paparë, që kur u bë gjysh. Motra ime iku në Amerikë 1 vit para se të lindja unë. Edhe babi ishte shumë i mërzitur, unë nuk jetoja në Shqipërinë atë kohë, motra iku, edhe më thonin gjarë që është mërzi shumë leka. Dhe që kur mori vesh unë isha shtatzan, i thoshte mamit, ti gjë Luçana çaka, e ka marrë vesh akoma çaka, dhe më ishte shumë kurios ta ditë, dhe kur mori vesh ishte çun, ishte një lumturi e paparë. Unë lumturua shumë. Unë të isha kurios në fakt sepse ti e ke mbi emrin Kokaj. Po, Kokaj. Po, kur të pyeta pak më herët, thash është mbi emri jot apo mbi emri i burrit? Po. Më the që ishte mbi emri jot. Është mbi emri i vajzërisë. Mbi emrin e kam mbajtur për hatër të babit, duke qenë që s'kemi vëlla edhe duke për t'ia vazhduar mbi emrin për sa kohë të mundem. Çfarë tha kur ja the? Qeshi, sepse nuk e kishte që në momenti që unë u fejova dhe u martova, babi ishte shumë open mind, ka qenë gjithë jetën faktikisht. Babi ka qenë një njeri që ka qenë gjithmonë. Pavarësisht se ne kemi lindur në një fshat dhe jemi në një zonë veriore, gjitha këto, unë dhe motra nuk kemi qenë kur 2 vajza që ju është ndaluar asgjë. S'ta është ndaluar të kemi shok, s'ta është ndaluar të dalim, s'ta është ndaluar të shkojmë në për ekskursione, se këto kanë qenë gjërat e fshatit. Në Malësi të Madhe dhe përballë që më kapi syri, më kapi kryqen. Po. Je religjioze? Je fetare? Unë kam qenë një vajzë që deri në klasë 8 shkoja çdo javë katekizëm. Katekizmi është mirë një javë të kisha dhe ti merr një kulturë për fen, për besimin, për Zotin. Unë besoj shumë në Zot, besoj ashtu shumë, po nuk besoj në fe. Unë nuk kam parë një mik tim musliman ose një mikesh time muslimane që kanë ndryshim nga unë. Më shikoj që është një identik si unë. Besoj shumë fort që fet kanë ardhur më shumë si rregullator social në kohë caktuara të historisë. Dhe kanë ardhur si rregullator social duke qenë që nuk ishte shteti, nuk ishte ligji, dhe frika ndaj Zotit, frika ndaj ndëshkimit nga Zoti ka qenë një rregullator shumë i fortë në shoqëri. Dhe sot besoj shumë fort që ekziston një Zot, nuk i ndaj njerëzit me fe, e kam shumë kënaqësi që të shkoj ty të vizitoj xhamit për t'i parë si kulturë. Unë kam mbaruar gjimnazin të Sami Frashëri në Tiranë dhe aty është një teqe afër. Dhe unë mbaj mend që shumë herë kemi shkuar me shoqjet e mia për të ndezur një qiri, sidomos kur kishim provime të vështira. Shkonin aty të ndezim një qiri. Do të thënë ti e gocë që ke studiuar tek Sami Frashëri? Po. Oh. Tani, lëvize 12 vjeç lëvize në Tiranë. Po, shkova te Erënim-Derata në Tiranë. Erënim-Derata. Pash një moment që të mbushën pak syt me lot kur më përmendë babin edhe momentin e lëvizjes. Ka qenë e vështirë për ju? Ka qenë e vështirë për të? Po, absolutisht. Për mua ka qenë e vështirë. Unë isha një vajzë që vija nga Veriu, absolutisht kisha paragjykime. Unë nuk flisja në dialekt. Ishte shumë gjëra, domethënë normalisht vështirësia, pastaj ndryshimi i Erënim-Derata është një nga shkollat më të mira në Shqipëri, unë vija nga një shkollë fshati. Nuk e kam ndier shumë, fillimisht ishte vetëm sa kaparitmin e klasës, por nuk e kam ndier shumë atë diferencën arsimore, sepse realisht
vija nga një grup studenta shumë të mirë në atë kohë, edhe po fillimi ishte shumë i vështirë për shtatja, socializimi. Kur kam shku në Tiranë, unë kam parë goca që kishin celular në klasë, për mu ishte absurd, të kishe telefon në klasë të shtatë kur kam shku në Tiranë, asë nuk ekzistonte në konceptin tim. Formimi social, formimi intelektual që të jepet nga një shkollë cilësore është i pakrahasueshëm. Universiteti unë mendoj që është një formim profesional, ndërsa gjimnazi për mua është një formim si individ. Aty merr gjitha informacionet, merr historia, gjeografia, kimia, matematika, letërsia, të gjitha këto të bëjnë një individ të formuar dhe me informacion të plot. Unë besoj që Tirana është vend shtëpia ime, sepse nëse unë kam 2 gjëra të mia, i kam Tiranë, nëse unë kam arritur 2 gjëra të mia, i kam arritur në Tiranë, dhe sa herë që shkoj atje marr frymëlirshëm. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.